mund të ketë edhe më tepër prezencë të votuesve, u përmend pra Mërgata, por ju keni insistuar për datën 21, bashkë edhe me subjektet e tjera ish opozitare, duke thënë se mjaft kemi humbur kohë. Si e pa që nuk u marrë parasysh propozimi juaj? Data 21 i ka disha përparshi 21 dhjetor, është ende para krishtlindjeve. Dije që një numër i madh i mekanizmave ndërkombëtar pra ende janë punë. Është vikendi i fundit edhe ata me datën 22 mujnë me votu dhe me nxonë vazhdimin e pushimeve të tyre. Ne kemi nevojë për një lloj vlerësimi të demokracisë tonë nga gjitha palët. Po ashtu e ka përparshi ardhjen e diasporës kjo datë. Në Perëndim, pushimet dimërore fillojnë nga data 18. Pa 18 dhjetor, këtë kompanit, të gjitha ato që mbyllen pra në këtë rast, qofshin ndërtim, qofshin çdo sferë tjetër, mbyllen. Pa 18 dhjetor, në vikend nuk shkojnë me punu edhe të hanet matën e pastaj me fillu, pra kjo është mashe vërtetë, din dhëshit e motat tonë në Perëndim, unë kam jetu në Perëndim, gjatë, kam marrë në atë kohë dhe rrogën e 13, pra vikendi mrami i vitit, me 18 dhjetor mbyllen kompanit, bëhet edhe darka e firmesh në atë javën e fundit pa 18-it. Pra nuk punon askush pas dielësh së 21, dhe të gjithë do t'jenë në Kosovë, nga e premtja, e shtunja, do t'jenë në Kosovë, një pjesë e tyre mërinë edhe dielen, po mujnë me mëri me kohë. Që thëmë dhejten, saj për këtë aleancës, kjo elementi i diasporës është ndryshe. Për aleancët, ne kemi shumë vota në diasporë, shumë përkras, por nuk kemë ndërtu një sistem të mirë të votimit në diasporë. Pra, s'kush e dini, është një procedurë, është një byrokraci, është një sistem bukur i vështirë, edhe ne s'kem ri me asistu, me mësu, me ndihmu në votim, mund t'jetë që ne do t'jem përfitus pra nga diaspora, sepse votu shtanë që vinë këto e kanë ma let me votu, të gjitha ta që e din që kanë me arës, ka nevojë mu registru. Pse është data 21 janar, po ashtu e rëndësishme edhe përparshi, dihet që ne do të jetojmë në janar e shkurt, me ndit 12 e bugjetit, jo dhe unë kam udhëheq qeveri 2 herë, kam bo bugjet disa herë, dhe i di këto kalimet e kalendarit. Mirë po në mars, nëse eventualisht nga duhet e kështon mundësia një vazhdimi edhe njëherë, po duhet me votu parlamenti. Tani nëse do të votoj që me 21 dhjetor, përparshia është se kemi një javë ma shumë kohë, mundësi, nuk do të shkojmë, nuk do të rrezikojmë me na i kohë dhe me lo vendin pa bugjet. Ju thoni se nuk qëndron kjo arsutimi se KQZ-ja nuk është gati dhe duhet ketë më shumë kohë? Ju lutem, KQZ është një nëshan që ekziston vetëm për zgjedhjet. Pra nuk ka asnjë punë tjetër, nuk bën politik, është vetëm për zgjedhjet, është i krijuar që nga viti 2000, është i aftësuar edhe e obligon ligji. Dhe ata e dinë në çdo herë që mundet në çdo kohë për 30 ditë më shpas zgjedhjet. Pra mos e shiqoni ti mundesh më jap sa dush kohë. Edhe pra ato e ka para fati ligjor me ligj është 30 ditë. Dhe ata asgjë nuk i befashon nëse është 30 ditë. E ka dhe një përparshi tjetër kjo data 21, tashti pikësh për diasporën. Ju e dini në disa raste mu më kanë thonë po shkon shumë dashmo e ngjarjeve. Që vërtet, po mos harroni shumica atyre që vinë, dikun pas krishtlindjeve e deri për vjetëri, kanë shumë ngjarje familjare. E diela 28-ës është plot ngjarje familjare. Martesa, fejesha, ngjarje ndryshme. Jam verës edhe... Jo, po është piku, Tani, shumica atyre që kanë një ngjarje tillë do të mungojnë me votu. Se ashtu shkojnë ato angazhimet edhe kalojmë pastaj në numrime, në ato sfidat e ankesave. E thatë një rast që natën e vitit 30 do të numëru votat. Do të më marrë me këto, që nuk është e sjellshme shumë. Pra unë e luta presidentin që ta ketë mirë kuptim për këto kërkeshat partive
matmaja shqiptare që bojnë shumicën në parlament. Pra ne bojnë shumicën shqiptare. A ishte fera i numërimi, kas parti ishin për këtë datë, kas tjera, duke e ditur se gjitha partit ish opozitare ishin për datë tjetër? Ndarja ishte e pastër. Ata që shqipaten votat me bo qeverin, e kërkun 28. Ne që kem pas shumicën në alisht, pas gjithë që shku, kërkun 21. Mirë po, fitoj vetë vendoshe, kuptohet presidentja, e vlerësoj që kërkesha e tyre është ma e drejtë dhe u aprovoj. A ja ka bajt krahun vetë vendosjes presidentja me këtë rast? Po, nuk e ti, tash flet vetë data, pra aja ka pas një mundësin të rasht me vlerësu edhe palën tjetër, po edhe arsëtime tona, besonim këto arsëtime që i thash janë vërtet që kemi përvojan, që edhe i dim, pa ka mujtë me na respektu kësaj herë, si opozit, edhe si shumit, se ne, për shembull, PDK, LDK, ka nishma, bojmë shumicën shqiptare në parlament, nuk na respektoj presidentja, nuk e respektoj kërkeshën tonë.